Në prag të kolapsit ekonomik, qeveria në detyrë e Kosovës ka miratuar këtë të premte buxhetin për vitin 2026 me një shifër rreth 4 miliardë euro, mes pasigurisë nëse kuventi mund ta shqyrtojë miratimin e tij. Sipas kryeministrit në detyrë Albin Kurti, rreth 1 miliard euro nga buxheti i ri parashikohen për investime kapitale. Sipas ministrit në detyrë të financave Hekuran Morati, buxheti i ri është 10% më i lartë se ai paraprak. Qeveria premtoi rritje të pensioneve dhe të shtesave për të gjithë fëmijët nga 0 deri në 16 vjeç. Megjithatë, është ende e paqartë nëse ky projekt ligj për buxhetin 2026 mund të shqyrtohet dhe hidhet në votim në Kuvendin e Ri të Kosovës, pasi shumë ekspert ligjor vlerësojnë se qeveria në detyrë nuk mund dhe nuk ka kompetenca për të propozuar buxhet. Miratimi i projekt ligjit për buxhetin u arrit vetëm disa orë para takimit mes presidentes së vendit Vjosa Osmani dhe udhëheqësve të partive parlamentare, në të cilin ajo pritet të bëjë thirrje për kompromis për të nxjerrë vendin nga paraliza politike. Partitë nuk kanë shprehur gatishmëri për të bashkëqeverisur, duke rritur kështu shanset që vendi të shkojë në zgjedhje të parakohshme që në dhjetor.